Mos konstituimi i kuvendit, pra ka filluar ose do të filloj të gjeneroj edhe pasoja. Unë sot e shpalosa vetëm njërën nga to, pra është marrëveshja me Bankën Botërore, që prej vitit kaluar, pra prej muajit maj të vitit të kaluar, pret ratifikimin në kuvend. Pra edhe njëherë, kjo vetëm sa e dëshmon që nuk bëhet fjalë vetëm për një emër të përveçshëm, siç po pretendon opozita, por bëhet fjalë për një blokadë sistematike të vazhdueshme, qysh edhe gjatë legjislaturës së kaluar, pra kur refuzonin marrëveshjet ndërkombëtare. Nëse tani qenë ka problem konstituimi për shkak të një emri të përveçshëm, cili ka qenë problemi legjislaturën e kaluar, kur kuvendi ishte funksional, por opozita refuzonte të merrte pjesë në votim, apo votonte kundër marrëveshjeve ndërkombëtare. E kemi rastin konkret, pra mbi 90 milion euro me Bankën Botërore, marrëveshje tepër e favorshme që nuk e ka asnjë shtet tjetër në rajon. Dhe Kosova vetëm fal për kushtimit të qeverisë për të bërë reforma ka përfituar nga ajo marrëveshje, pra bëhet fjalë për 90 milion euro me 0% kamat.